Pezulluar lundrimi detar në Vlorë. Kapiteneria e portit të Vlorës në njoftimin e saj zyrtar për me dije se është pezulluar lundrimi kjo edhe për shkak të kushteve të vështira hidrometeorologjike. Të gjitha mjetet e vogla lundruese dhe anijet e peshkimit nuk do të lejohet të qëndrojnë në det, ndërsa është njoftuar se ato duhet të qëndrojnë në vend strehime të sigurta. Gjatë ditës së enjte nuk do të ketë edhe lundrim të tragjedit të Vlorë Brindisi në itinerarin me Italinë. Sipas njoftimit zyrtar të Kapitenerisë së portit të Vlorës, bëhet me dije se kushtet pritet të përmirësohen duke nisur nga orët e para të mëngjesit të ditës së premte, ndërkohë fuqia e detit arrin nga 6 deri në 7 ballë jashtë xhirit të Vlorës, ndërsa dallgët shkojnë nga 1.5 deri në 2.5 metra. Në bazë të parashikimit për situatën hidrometeorologjike të përkeqësuar brenda dhe jashtë xhirit të Vlorës, gjatë datave 26 dhe 27 mars 2026, duke nisur nga ora 6 e kësaj të enjte, pritet dhe është parashikuar erë në drejtimin jug-juglindje, me forcën deri 6 deri në 7 Beaufort, me shpejtësi 15 deri në 20 metra për sekond, si dhe lartësi dallgësh nga 1.50 deri në 2.50 metra. Si pasojë e kësaj situate është parandaluar pajisja me leje nisjeje e mjeteve të vogla lundruese, si dhe atyre të peshkimit që synojnë të operojnë jashtë xhirit të Vlorës në det të hapur, duke nisur nga ora 6 e kësaj të enjteje deri në orën 6 të datës 27 mars 2026. Me qëllim parandalimin e çdo rreziku apo situate emergjente për shkak të kushteve atmosferike, kërkohet bashkëpunimi të gjithë subjekteve dhe institucioneve që ushtrojnë veprimtari në fushën e detarisë për marrjen e masave të nevojshme për sigurimin e mjeteve në port, si dhe rritjen e gatishmërisë së ekuipazheve. Anija pasagjere e linjës Vlorë Brindisi Vlorë ka anuluar lundrimin dhe mbërritjen në portin e Vlorës për datën 26 mars 2026. Anijet e transportit ndërkombëtar detar do të vazhdojnë të operojnë normalisht sipas destinacioneve përkatëse. Parashikohet përmirësimi i situatës hidrometeorologjike për mjetet e vogla lundruese dhe ato të peshkimit pas orës 6 të datës 27 mars 2026.